A meriton një i varfër të jetë i varfër? Kjo ishte pak a shumë tema që bëri pak zhurmë në rrjet pas një deklarate që unë bëra në emisionin live from Tirana me Ronaldo Sharkë në Top Albania Radio. Dhe thash, po e marr pak shtruar këtu në kanalin tim dhe të flas pak për këtë temë, të cilën shumë e kesh kuptuan, të tjerë nuk morën as mundimin ta dëgjonin të gjithë siç unë e kisha thënë, por dhanë mendimin e tyre pa dëgjuar, pa kuptuar, siç janë mësuar të bëjnë një pjesë shumë e madhe e shqiptarëve. Të gjykojnë një libër vetëm nga kopertina, apo të gjykojnë një intervistë vetëm nga titulli, apo nga një fragment i shkëputur intervistë që mund të jetë vetëm 15 sekonda. Siç edhe e kanë thënë në intervistë, unë nuk mendoj që një njeri i varfër meriton të jetë i varfër. Por unë mendoj që një njeri i varfër ka të gjitha mundësitë për të dalë nga kjo gjendje në cilën është, për të ndryshuar jetën e tij dhe jo për të bërë Elon Musk, po patjetër që mund të bëhet edhe Elon Musk apo Zamir Mane, marrim një shembull shqiptar, por së paku për të ndryshuar jetën në cilën ndodhet dhe për të bërë një jetë më të mirë dhe për të bërë më të pasur. Po çka se ky koncepti i pasurisë është shumë relativ o njerëz. Ajo që është e pasur për mua, që se mora shembull po i përmend për Zamir Manen apo për Elon Muskun, është varfanjake fare, është një gjë e papërfillshme. Ajo që për mua është quhet varfëri, për dikë tjetër mund të duket si një super pasuri. Kështu patjetër që pasuria është një koncept shumë relativ. Dhe nuk po flasim për atë pasurinë në mënyrë banale, nuk po flasim për ato lekët, po flasim për të dalë nga gjendja në të cilën ti je dhe ku je i pakënaqur, dhe jo vetëm për varfërinë materiale, por mbi të gjitha për varfërinë mendore. Sepse unë mendoj që e keqja më e madhe në shoqërinë në cilën jetojmë, në vendin tonë, në Shqipëri, është njerëzit janë të varfër këtu. Dhe duke qenë të varfër këtu, më pas nuk i lëm vetes mundësi dhe shteg për të bërë edhe pasuri financiare. Patjetër që rrethanat e jetës tonë na diktojnë dhe na ndikojnë shumë në zgjedhjet që ne bëjmë në jetë. Patjetër që dikush që e nis nga zero apo nga minusi, patjetër që dikush që jeton në zonat rurale, në një familje shumë të varfër, e ka nisjen, startin më të vështirë se ai që mund të jetojë në qytet, në një familje të kulturuar, në një familje të emancipuar, në një familje me mundësi ekonomike. Nuk e nisin garën në mënyrë të barabartë. Po, jam dakord. Po ka shumë raste që kanë treguar që rrugës këta që nuk e kanë nisur në mënyrën më të mirë të mundshme dhe me kushtet, faktorët më të mirë të mundshëm, i kanë parakaluar dhe i kanë lënë shumë brapa këta që kanë pasur një start të mirë. Një shumë fëmijë, familjesh të pasura që s'kan bërë asgjë me jetën e tyre, që jo vetëm nuk kanë trashëguar dhe nuk kanë ditur të çojnë përpara ato që prindërit kanë pasur dhe i kanë lënë, po e kanë zhytur veten në mjerim, kanë bërë gabime, nuk kanë qenë të aftë për të ndërtuar diçka të vetën apo për të çuar përpara ato që prindërit kanë krijuar. Ashtu siç njoh dhe di histori plot të fëmijëve të cilët e kanë nisur nga zero, e kanë nisur me familje të varfra, me shumë sakrifica dhe sot janë bërë businessmen apo business woman suksesshme, profesionist në fushat e tyre shumë të suksesshëm. Sepse nëse ti ke dëshirën për t'ja dalë, do bësh të gjitha sakrificat e mundshme që t'ja dalësh. Do t'ja dalin të gjithë, po patjetër që jo të gjithë do jenë të pasur, jo të gjithë do jenë të suksesshëm, sepse për fat keq jeta kështu është. Por nuk mund nisemi nga ky fakt edhe të rrim në koltuk, edhe të themi po jo, unë nuk kam mundësi tani, sepse unë kam lindur i varfër, apo akoma më kesh një mundësi që e shoh dhe e pazhem për komente dhe e shoh për ditë të shumë njerëzve dhe për fat keq të rinjve, sepse ja kanë induktuar, ja kanë indoktrinuar familjarët e tyre, brezat më të mëdhenj që ai ja ka dalë ose ajo ja ka dalë sepse ka familjen nga mbrapa, ka miq nga mbrapa, ka pushtet nga mbrapa, ka dhënë lek nga mbrapa. Jo, nuk ja dile gjithmonë kështu. Sidomos në kohën ku jetojmë.
patjetër që një review e mirë, patjetër që një njohje në momentin e duhur, patjetër që ti jesh në kohën e duhur, në vendin e duhur, të ndihmon. Po sot nuk të mban njeri në punë nëse ti nuk je i Zotit, sepse nuk do dështoj njeri biznesin e ti nëse ti nuk je i Zotit. Sot në punë mund të rish po në këto institucione shtetërore, në administrat, edhe nëse nuk je i Zotit, po e dim këtë. Po ju vazhdoni akoma ndërroni të punoni nëpër administrata, kujtoni se do bëheni të pasur për administrata, i pasur në administrat bëhesh nëse merr pjesë nëpër allëzhverishe, po ka riskun brenda. Dhe çdo njeri merr përsipër vetë pasojat e veprimeve të tyre. Patjetër që ka shumë njerëz që pasurohen me korrupsion, që pasurohen me punë të pista, patjetër që ka shumë të tillë. Kanë marrë përsipër riskun. Nuk është e lehtë as kjo. Nëse nuk është ky modeli yt i suksesit, shumë mirë. Bravo për ty. Po mos kujto se ekziston vetëm ky model suksesi. Mos u përqendro vetëm tek e keqja, përqendrohu te gjithë modelet e tjera të suksesit. Meqense isha aty me Ronaldo Sharkën dhe nëpër komente disa nga ju thoshin ti ke emrin Musta, normale që të ka hapur dyert, sepse ke pasur një baba të famshëm. Po Ronaldo Sharka, që nuk ka pasur një baba të famshëm, dhe që e ka treguar historinë e tij, një fëmijë bullizuar, i rritur në fshatrat e lushnjës, pa mbështetje, pa ekonomi të mirë. Si ja doli të punoj në një ndër mediat më të suksesshme në vend. Si ja doli të rritet dhe të zhvillohet vit pas viti, dhe kam punuar me Ronaldon dhe e di se si ka dashur ai me shpirt të bëhet ky që është sot, dhe u bë sepse nuk e pa veten si të dështuar, nuk e pa veten si të pafat që i ra të linte në një fshat të vogël të lushnjës dhe jeta e tij ishte e shkruar. Jo, nuk e pranoi fatin e tij dhe u bë ai që është sot. Kjo mund t'i ndodhi të gjithëve, po varet ku ti zgjedh të pozicionosh veten tënde tek ata që i nënshtrohen fatit të tyre dhe e vetmja gjë që bëjnë është që të çajnë nga mëngjesi në darkë për fatin, pa ndërmarrë një hap konkret për ta ndryshuar këtë fat, apo do të bësh pjesë te grupi tjetër i njerëzve që ngrihen mbi fatin e tyre. Në fund të ditës e ke ti në dorë. E ke ti në dorë nëse do të ndjekësh për shembull suksesi ata në TikTok, do të kalosh kohën duke parë personazhet shumë prej tyre qesharak të TikTokut, apo do të ndjekësh modelet e suksesit të Fordëve me lek, me drog, apo do të ndjekësh shembull suksesi si Arbër Çepani për shembull, që është një djalë i jashtëzakonshëm që ka ngritur biznes mbas biznesi. Dhe është shembull që unë mendoj që djemt duhet marrin, edhe meqense është një personazh publik. Do të ndjekësh shembullin e një vajze e cila është modele, po punon edhe në televizion, po bën edhe eskortën, sepse patjetër që ka edhe tilla, apo do të ndjekësh shembullin e Arbana Osmanin, e cila po ashtu ka historinë e saj që e ka treguar që ka ardhur nga një qytet i vogël i Shqipërisë, nga Burreli, erdhi në Tiranë, pa ndihmë, pa mundësira ekonomike, dhe është bërë ajo që është sot. Pra shembull pozitiv, suksesi ka plot, ka sa të duash. Varet kë zgjedh ti të ndjekësh, varet se si vendos ti të mbushësh kokën tënde. Të mbushësh kokën tënde me negativitet, me mlef, me inat, me shembuj që nuk i pëlqen, po prapin ndjek sepse të mbajnë aty, të japin një formë ngushëllimi, sepse thua, ka shumë njerëz që thonë, po mirë, prit se këta e kanë bërë në mënyrë të pistë, unë paktën jam e ndershme dhe edhe pse e varfër, edhe pse pa sukses, po unë kam zgjedhur rrugën e ndershme. Jo, mund të bëhesh i pasur dhe i suksesshëm, edhe duke ndjekur rrugë shumë të ndershme. IT-t janë ndër profesionet më të suksesshme të viteve të fundit dhe do jenë në vazhdim, meqense e gjitha ardhmja është drejt botës online. Zgjidh atë profesion. Inxhinier, turizëm, mund të bësh lek pafund në turizëm, sidomos në vendin tonë me turizmin që po lulëzon. Real estate, të menaxhosh shtëpi të ndryshme, Airbnb, e shumë alternativa të tjera, por nëse ti zgjedh të mos lexosh, të mos informohesh, të mos ndjekësh seminare, të mos ndjekësh trajnime, online mund t'i bësh të gjitha këto. Nëse ti nuk zgjedh të ndjekësh ata persona, një mentor, ata njerëz, shqiptarët huaj që flasin se ku po shkon biznesi, ku është biznesi i sotmes, ku është ekonomia e sotmes, ku do shkojë nesër, dhe vazhdon që ndron tek ato 3 profesione që të ka thënë prindrit, o do bëhesh mjek, o do bëhesh ekonomist, o do bëhesh jurist, edhe pastaj do e marrësh diplomën e do qash me lot, se nuk mund të ketë Shqipëria
50% e Shqipërisë janë jurista. Patjetër që pastaj do përfundoj duke punuar ose shice ose kamariere që janë punë shumë të nderuara dhe po ashtu mund të punosh kamarier dhe shitës dhe ta nisësh me pozicione të tilla dhe të rritesh, të bëhesh supervizor, të bëhesh shef salle, të kalosh në menaxher dhe kështu ndodh, sepse shumë të rinj sot duan që ta nisin nga 0 tek 10 direkt, nuk niset kështu. Nuk krahasohesh dot i 20 vjeç me Aulonën që është 40 vjeç, sepse Aulona kur ka qenë 20 vjeç, as Aulona nuk krahasohet dot me Aulonën që është 40 vjeç sot. Sepse hapat fillojnë shkall. Nuk mundet të mendosh ti që ke bërë atë shkollën, edhe tani more diplomën dhe je gati, do të hapen gjithë dyert, do bëhesh shef me njëherë, do bëhesh CEO me njëherë, do kesh, jo ma, do të mbyllen 100 dyer. Njëra do të hapet. Do të hapen edhe 10, nga këto 10 do zhgënjehesh vazhdimisht derisa të gjesh ti rrugën tënde. Nuk është e lehtë. Nuk është rezultati që ti shikon tek të tjerët me cilët krahason veten dhe thua, kush e di se ç'bën, ka të lehtë fare, jo, sepse nuk e di se çfarë ndodh mbrapa, po duhet i ndjekësh vetë shkallët, hap pas hapi. Dhe po, në fund të ditës, jo të gjithë njerëzit e meritojnë të jenë të suksesshëm në çfarë do të, se suksesi ju e lidhet vetëm që dalësh në televizor, s'ka të bëjë kjo. Suksesi është jeti suksesshëm në profesionin që ti ke zgjedhur, atë profesion do ta zgjedhësh rreth pas sepse e do, jo sepse të bën suksesshëm apo të pasur. Çfarë profesioni do? Po bëre një punë që ti e do, e sigur që do kesh sukses. Dikujt mund t'i vi suksesi që vitin e parë, dikush mund të presi 10 vjet dhe të vuaj dhe ta ketë më të vështirë, patjetër që po, sepse nuk është rrugtimi i njëjtë për gjithë. Ama, nëse je këmbgulës dhe do vërtet t'ja dalësh, ti do t'ja dalësh. Këto nuk janë fjali motivuese, sepse nuk merrem me këtë pjesë, pa çka s'm pëlqen të motivoj të rinj të këtij vendi, edhe moshat më të mëdha të këtij vendi. Që i shoh që ka kap një pesimizëm se dëgjojmë vetëm njerëz që s'bëhet, s'mundet, vetëm negativitet, por realisht mund t'ja dalësh dhe duhet forcë dhe vullnet. Në fund të ditës, jeta është një xhungël, bota është një xhungël, njësoj si një botë në kafshëve, doja dali ai që është më i zoti, ai që është më i forti dhe patjetër, mos harroni kurrë që kjo këtu do t'ju çojë gjithmonë përpara, gjithmonë. Investoni tek vetja juaj dhe rrethoni veten tuaj me njerëz që ju frymëzojnë, që ju motivojnë. Mos e kaloni kohën nëse Aulona nuk ju pëlqen, nëse nuk e duroni dot, nëse nuk mendoni që unë jam i shembull suksesi, mos më ndiqni. Mos më shikoni mua, shkoni aty ku mendoni që jeni njësoj, që jeni në të njëjtën linjë. Shkoni ndiqni ata njerëz që ju motivojnë, mos e kaloni kohën tuaj duke parë budalliqe apo njerëz që nuk i pëlqeni. Sepse i bën një dëm vetes tuaj. Thash do flas pak në këtë video, por nuk e di. Po shoh këtu që kanë kaluar 14 minuta. Unë kaq kisha për t'ju thënë. Pres mendimet tuaja, më bëni like, comment, çfarë të doni, subscribe këtu. Shihem video në radhës.